Sonte mes fishek zjarreve dritave kemi të ftuar breza të rinj. Brezin e penës, ku në të ardhmen e afër do t'jenë edhe zërit të ardhmes. Emanuela dhe Misa me mua në studio. Faleminderit. Faleminderit dhe kënaqësia është e jona që jemi sot këtu tek ju. Si janë këto atmosfera festive për ju? Për Emanuelën, për Misën, por do prezantohemi fillimisht ku jemi studente. Përshëndetje, dhe njerë kënaqësi që të jemi sot këtu pranë jush dhe duke ju falenderuar për nismën tuaj dhe duke ju uruar sa më shumë festa të mbara. Unë jam Emanuela Selimaj, studente në vitin e parë Degazhu Letërsi, ndërsa unë jam Artemisia Zaneli, studente e vitit të parë në media trashëgimi kulturore. Si po përcillet atmosfera festive në universitetet tuaja? Ka grind, ka jetes, ka ngjyra, njësoj siç pritet të jenë këto festa? Sigurisht që po, përveç se Universiteti Ismail Qemali është gjithmonë unik, na ka dhuruar një atmosferë jashtëzakonisht festive. Ne në fakt e kemi filluar që në datën 1 dhjetor me vendosjen e pemës, të zbukurimeve, sepse është një nga gjërat kryesore që na sjell pranë festave. Bën të ndim prezent atmosferën çdo gjë në fakultetin tonë, mendoj ishte një nga hapat, do thëja më të lezetshëm për fillimin e muajit. Edhe për më tepër që jeni viti parë në universitet, edhe emocionet apo edhe vështirësitë të themi të një viti akademik, për të paktën sidomos pas stresit të provimeve, do thëja ishte një Si ka qenë zgjedhja për të qenë aty ku ju jeni sot, në zgjedhjet që keni bërë, ashtu si gjua, ashtu dhe media janë potencialisht të fuqishme jo vetëm në botën mediatike, por dhe në jetën e përditshme, sepse fuqia e tyre është fjala. Ndani përvojën tuaj në zgjedhjen që keni bërë, ka qenë orientuar, ka qenë një zgjedhje dhe dëshira juaja? Atëherë, unë personalisht e kisha pakës të orientuar fillimisht, por me hyrjen dhe fillimin e orëve të mësimit, leksionet e shumta, ishte vërtet shumë interesante dhe mendoj më bëri të kuptoj më thellë peshën dhe rëndësinë e gjuhës shqipe, por edhe se sa vlerë ka fjala jonë. Pavarësisht nëse jemi student, jemi njerëz të zakonshëm, jemi figura të mëdha, mendoj më bëri të kuptoj shumë peshën e fjalës të secilit prej nesh. Dhe ishte vërtet një zgjedhje që nuk bëhem pishmën sado që jemi fillimet e parë, do thoya, unë e kam mbaruar një fakultet të parë, ka qenë kriminalistika, dhe pjesa e medias e bën edhe më interesante, do thoya, edhe diplomën time të parë, por që ishte vërtet, domethënë, edhe më e mirë si zgjedhje, mendoj unë. Po për Emanuela? Ndërsa për mua ka qenë pak më ndryshe, sepse fillimisht doja të vazhdoja studimet për regji arti, por ndonjëherë gjërat nuk shkojnë ashtu siç ne duam, por ndonjëherë rruga na shpije aty ku është më e mira. Dhe unë gjeta veten pikërisht tek gjuhë letërsia, ku më pas masterin duhet ta vazhdoj për gazetari. Mendoj që është një nga degët më prioritare, sepse gjua është bazë dhe rënjë për kombin. Dhe në qoftë se nuk do të ketë mësues arsimtar që të përcjellin gjuhën shqipe, atëherë nuk do të ketë më kuptim, kështu që është vërtet shumë e rëndësishme, sidomos pjesa e gjuhës shqipe, sepse jemi gjenerata të reja që po harrojmë të flasim shqip. Dhe është sinqerisht një gjë. E keni këtë diskutim edhe mes brezave tuaj, mes shoqërisë tuaj, me thënë e jepni si këshill? Sigurisht që po. Patjetër, mendoj unë e kam ndjerë shumë këtë gjë, sepse me shumë aktivitete të ndryshme me të cilat jam marrë, aktivitete artistike ose edhe universitare, kam patur marrëdhënie me shumë njerëz prej vendeve të ndryshme të Europës ose aziatike dhe më është dashur të flas shumë anglisht dhe më ka ndikuar në fjalorin tim të përditshëm, por me hyrje në fakultet, sidomos gjuhë letërsi, më ka bërë të kuptoj dhe të hap fjalorin e gjuhës shqipe se sa pak shqip ne dim. Dhe mendoj është shumë Thatë edhe një mesazh shumë të bukur për publikun, por edhe për të gjithë moshaqtarët, bashkëmoshaqtarët tuaj që gjuha shqipe është e vyer, është e shenjtë dhe të tillë duhet të kemi vlerat e saj. Por duke ju rikthyer kësaj atmosferës festive, ku ju pëlqen të festoni, ose traditë e familjes tuaj ka qenë gjithmonë e njëjta, tradicionale në familje, apo tashmë është edhe, të themi, modernizuar? Ne
pjesa më e madhe tashmë po prenotojmë ambiente të jashtme, restorante, bare. Mendoj aty ku ekziston dashuria e vërtet, çdo gjë shkon shumë mirë. Nuk ka rëndësi vendi se ku po festojmë apo ku ndodhemi, mjafton që kur sheh familjarët rreth erotu jeni të gëzuar, të lumtur, sepse fatkeqësisht shumica e familjarëve tani janë të larguar në emigracion edhe ku ka më bukur se sa për festa kur i kthen dhe i shikon rreth erotu dhe saj kryezës, kështu që Misa, si ka qenë 2025 për ty? Ato ëndrat apo ato ambicjet sa do pak të vogla të tuat, janë të realizuara apo ka edhe gjëra që kanë ngel për 2026? Mendoj ka shumë gjëra që kanë ngelur për 2026, por do thoja është relativisht një vit i kënaqshëm, duke patur shumë sfida me fillimin e 2025-s dhe midis tyre edhe nisja e një bachelorit të ri, do thoya nisja e një dege të reje studimi, ka qenë pak sfiduese, por mendoj me dedikimin e duhur dhe me përqendrimin dhe fokusin e duhur në gjërat që duam të arrijm, mundemi, edhe mendoj se ja kam arritur qëllimin për momentin, gjërave që kisha synim të vogla, por ishte shumë mirë. Manuela, je lumtur në rrugëtimin tënd të 2025-s? Sigurisht që po, ka qenë një vit mjaft i bukur, ashtu sikurse edhe me sfida, duke qenë se isha maturante këtë vit dhe provimet ishin një nga periudat më stresante, realisht. Megjithatë, ishte një vit ku më bëri të kuptoja se pavarësisht çdo uljeje ka dhe ngritje. Ndaj jemi në rrugën e dur dhe urojmë për 2026 akoma dhe më shumë gjëra të mira. Çfarë prisni konkretisht në 2026? Si fillim tek provimet që janë gjë kryesore, të dalim sa më mirë. Kemi synime të larta, do thoja, për pjesën e studimeve, që të dyja jemi goxha të fokusuara, sepse kemi shumë relata me njëra tjetrën. Pavarësisht se kemi departamente të ndryshme, na bashkon një godinë dhe mendoj është për sa e njoh është një nxënëse e shkëlqyer që ka gjithashtu ka shumë ambicie dhe është kjo ambicia e përbashkët që ndoshta ju ka bërë dhe mikesha apo nuk do ndryshonte asgjë edhe në rrethana të tjera? Dhe në rrethana të tjera mendoj që po. Artemis është një vajzë realisht shumë e mirë, shumë pozitive dhe mua më pëlqejnë njerëzit pozitiv. Edhe unë e vlerësoj këtë energjinë e mirë mes jush. Me njerëzit e duhur, gjërat shkojnë siç duhen. Po. Më vjen mirë që shoh edhe lexoj këtë suport. Unë dua shpejt e shpejt një uri nga secila për jush, për gjithë ata që na ndjekin, për familjet tuaja, por edhe për veten tuaj, pse jo? Do ta fillosh te po unë. Atëherë dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar festat. Ju uroj një vit sa më të mbar për 2026-ën me plot dashuri, të ardhura financiare sa më të mira sigurisht dhe duajini sa më shumë njerëzit që keni përballë, larg urrejtje, sepse urrejtja nuk sjell asgjë tjetër veç se një botë të errët për të gjithë ne. Ndaj edhe një herë urime. Unë uroj një 2026 plot bekime, begati për të gjithë dhe do thoja gjëja e vetme që mund të këshilloj është të shijoni jetën, të shijoni momentin, sepse jeta është e bukur dhe duhet ta bëjmë ne akoma më të bukur. Dhe gëzuar të gjithëve. Me gjuhën e dashurisë, edhe unë ju uroj suksese në ambicjet dhe rrugtimin tuaj. Shumë shpejt shoh që do ju kem kolege në studio dhe më vjen realisht mirë, sepse projekte të bukura nga vajza të bukura si juve, padyshim që do kenë edhe mikpritjen e publikut dhe shikuesve. Vajza, edhe një herë faleminderit që ishit në Faleminderit edhe ju. Familjet tuaja. Gëzuar dhe ju. Gjuhë e dashurisë mbyll edhe këtë takim disa minutësh për t'i lënë hapësirë një tjetër takimi me gjuhën ëmbëlsie.